Tega e rilindjes demokratike kombëtare në komunën e Vrapçishtit do të drejtohet nga politikologu Shinazi Sali. Kryetari i poshtë sa zgjedhur siguroi të pranishmit se do të angazhohet për strukturimin e mëtejmë të partisë në komunën e Vrapçishtit dhe se me dinjitet do të përfaqësoj përcaktimet programore të RDK-s. Kjo përgjegjësi që më është dhënë mua ndoshta paraqet privilegj, por më shumë kisha thënë që paraqet një sakrificë. Ne këto ua kemi bosh gjeneratave të reja të ne të lëvizim drejt ndryshimeve, drejt proceseve për një armëri më të mirë dhe më të ndryshme të atyre gjeneratave. Besoj që ajo sakrificë ndonjëherë do të na paguhet vetëm e vetëm që të mos po lëm gjeneratave dhe brezave të ri këtë situatë që kemi tani. Ne duhet që ata fëmijët tanë t'u lëmë diçka trashëgimi. Ajo trashëgimi më e mirë që mund t'u lëmë është një armëri të ndryshme dhe një perspektivë për ata të qetë sa më e mirë. Në manifestimin e mbajtur në fshatin e Gotin, lideri i RDK-s Rufi Osmani shpalosi rezultatet e të ritanishme të RDK-s në përfaqësimin e saj në pushtetin lokal në Gostivar, përfaqësimin në Kuvendin Republikan dhe u ndal në çështjet aktuale politike në vend, duke hedhur kritika për qeverisin aktuale me thekse veçantë, diskriminimin që u bëhet shqiptarëve gjatë shpërndarjes së mjeteve buxhetare. Ndjehem shumë i nderuar që sot arritëm të kurorëzojmë një aktivitet, do kisha thënë disa mujor, kuptim të krijimit të një strukture të mirëfillt demokratike, duke pas për bazë pikërisht programin, idealet dhe shqetësimet e rilindasve tonë kombëtar. Unë nuk jam dakord se ne si parti jemi parti e re. Shqetësimet e rilindasve tonë janë të vjetra, më tepër se 100 vjet. Do të thotë këto shqetësime janë bartë nga brezi në brez, nga gjenerata në gjenerat. Unë në politikë së bashku me bashkëpunëtorët e mi nuk jam i ri. Kemi qenë aktiv në politikë që nga 81-shi me demonstrata studentore në Prishtinë, më pas kemi qenë pjesë të gjitha lëvizjeve politike dhe kombëtare nga 91-shi, duke vazhdu me Universitetin e Tetovës, me ngjarjet e flamur në Gostivar në 97, duke përkrah fuqimisht kryengritjen shqiptare të vitit 2001 dhe e deshi puna që edhe ne të formalizohemi si një strukturë e veçantë politike, sepse duke qenë pjesë e strukturave të tjera, konstatuam devijime të shumta, konstatuam lëvizje nga kauza kombëtare dhe përfundimisht e pam se në demokraci do duhet të profilizohemi me një strukturë që duhet jetë më ndryshe në krahasim me të tjerët. Dhe të qenurit më ndryshe do njerë duket më shumë një konstatim filozofik se sa praktik dhe pragmatik. Unë them nuk është ashtu. Nëse ju ndiqni me kujdes dhe nëse rilexoni historinë tonë të vërtet, rilindasit e vërtet, ato që kontribuan të kemi Shqipërinë e tjetër dhe Shqipërinë e re, Kosovën, ato që harxhuan kapitalin e tyre ekonomik, financiar, ato që sakrifikuan shëndetin e tyre me vetmin qëllim që të krijohet Shqipëria e vitit 1912, ato në fund e pësuan pikrisht nga qeveritarët shqiptarë të kohëve të ndryshme. Rikujtoni fatet personale tragjike të Ismail Qemalit, të Fan Nolit, të Luiq Gurakuqit dhe të shumë adetarëve dhe rilindasve kombëtar të asaj periudhe. Do thotë,
të jesh në vijën e programit të rilindjes së mirëfillt kombëtare, së pari të bësh sakrificë personale, të japish shembull konkret, dhe më pas nëse arrin të kesh ndonjë privilegje normale, ajo do jetë e fundit në agjendën e angazhimit. Kjo neve na bën të jemi më të ndryshëm nga të tjerët, sepse me kohë dhe me dije kulminante arritëm nivelet më të larta akademike. Kishim rroga shumë të larta nga ato që sot i kemi. Kishim një jetë shumë të butë dhe më të qetë nga ajo që sot e kemi. Nuk kishim strese dhe probleme të tjera dhe vullnetarisht i lam. I lam sepse konstatuam se shumë çka në kauzën tonë kombëtare në Maqedoni shkon mbrapsht. Unë jam thellë i bindur se ju, përkundër propagandës së madhe mediale që e bëjnë mediat private dhe publike qeveritare, të cilët dështimet dhe gënjeshtrat e partive politike qeveritare i ofrojnë popullit si informacionin e radhës në kuptim të manipulimit të radhës. Tash jeni në situatë që ta bëni këtë dallim. Ne vazhdojmë të jemi shumë pak prezent në media, kuptoni se është një manipulim i programuar dhe i paguar nga konkurrentët tonë. Ne do zgjedhim alternativën e takimit dhe ballafaqimit të drejt për drejt me ju, duke biseduar hapur për çështjet tona, si për të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Unë them se në radhët tona ka njerëz të ditur, ka njerëz me vizion, po mbi të gjitha ka njerëz të ndershëm dhe nuk ka hajduta. Pikrisht elementi i nderit, i moralit, është sot elementi kryesor që duhet kërkohet nga përfaqësuesit politik. Sepse nëse nuk je i ndershëm, nëse nuk je i moralshëm, mund të jesh edhe Einstein ose diçka tjetër, por në fund do kesh përdorish cilësinë e përfaqësimit. Dëshiroj të jap disa shpjegime që të shmoj se janë me rëndësi sa i përket aktivitetit vijues dhe në perspektivë të rilindjes demokratike kombëtare. Zgjedhjet e vitit të kaluar neve na gjetën të paprergatitur në dy aspekte. Në aspekt të strukturave tona dhe në aspekt të financave. Si rezultat i mospasjes të strukturave tona të mirëfillta, ne pësum me manipulimet që u bën nga kundërshtarët dhe konkurrentët tonë. Jo rastësisht ne me 30.000 vota i kemi vetëm 2 mandate të deputetëve, ndërsa të tjerët që kanë 2 herë ose 3 herë më shumë vota se ne, kanë 4 herë, gjithsesi 8 herë më tepër mandate. Kjo është edhe pasojë e sistemit elektoral diskriminues. Pavarësisht nga kjo, ne kemi një deputet që vlen sa krejt parlamenti. Dhe këtë e them jo se kam shok, mik dhe koleg, po është sa krejt qeveria. I shoqëruar edhe me një deputete tjetër, e cila bën përpjekje t'i përshtatet një konkurrence të jashtëzakonshme intelektuale dhe politike. Në këtë mënyrë, unë jam një nga personët që ndjehem shumë i lumtur që kolegu im, që kur u kandidu, kontestoheshte për shkak të bazës ndoshta elektorale jo adekuate, dhe unë kam ngulja që ai ta merr atë pozitë sepse e njihja më shumë se 15 vite,
dhe t'jeni të bindur se njerëz të këtij profili. Ne kemi edhe në radhët tona, në vendbanime të tjera, por nëse nuk i kemi, do i krijojmë nga studentët tonë, nga bashkëpunëtorët tonë, se vetëm dija dhe kapitali njerëzor mund të jenë argumenti fuqishëm që ne të konkurojmë në një treg politik i cili është asimetrik dhe i deformuar në shumë aspekte. Është pikrisht profesor Zeqiri, që është një model mostër, i cili u akarit stresin konkurentëve, jo vetëm shqiptarëve, po edhe maqedonëve, dhe i cili do vënë një standard të lartë për krejt ato njerëz që nesër do kërkojnë të kandidohen, të marrin mandate, atëherë duhet të dinë se duhet të kenë vlera, duhet të jenë punëtor, duhet të punojnë edhe natën dhe duhet të mposhtin konkurentët vetëm me dije. Një model të ngjajshëm ne kemi edhe në komunën e Gostivarit, ku unë udhëheq si kryetar me bashkëpunëtorët e mi. Dhe edhe në zgjedhjet e kaluara edhe tash, kur kalova Debreshin dhe arrita deri në Negotin, unë pash një rrugë regionale katastrofale. Kjo e tillë ishte edhe vitin e kaluar, është edhe sot, po inshallah nuk do jetë mbasi le të fitojmë zgjedhjet në komunën tuaj pas vitit 2013. Kjo manifeston, të nderuar antar të RDK-s, pafuqinë politike të partisë shqiptare që është në pushtet. Nëse keni ndjek lajmet me kujdes, ne para 4 ditësh fillum ndërtimin e ri të rrugës Forin-Çegran dhe Çegran-Tunçevisht, një investim që kap jo më pak se afërsisht 1 milion euro. Dhe të njëjtën punë ka mund ta bën edhe kjo komunë, edhe ky kryetar, sepse këto para ne arritëm t'i sigurojmë nga fondet e Bankës Europiane, Bankës Botërore dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare, të cilët ndajnë mjete financiare për investime kapitale në më tepër lëmi. Do të thotë, këtu ka mungu dija, krijimi i projekteve me kohë, konkurimi me kohë dhe argumentimi për këto para që është dash të investohen në këtë rajon, që është rajoni më i popullzuar me shqiptar, nëse analizojmë nga Debreshi deri në Reqicën e Madhe në Tetov, dhe situata është e njëjtë. Do thotë, këtu ka përgjegjësi dhe mosdije konkrete. Sa ka në nivel komunal, aq më tepër ka në nivel qeveritar. Nëpërmjet këtij paralelizmi, që mos kuptohet se kam ardhur para jush që të komplimentoj veten dhe bashkëpunëtorët e mi, dëshiroj të sqaroj atë që ishte një nga idetë tona bazike në zgjedhjet e kaluara. Ishte ideja që ne të marrim paratë tona. Është ideja të cilën profesor Zeqiri në mënyrë permanente e argumenton duke propozuar ligjet nga më të ndryshmet, për TVSH, për aksiza, për fond garantues, e kështu me radhë. Është ideja të cilën ende sot e kësaj dite nuk e din, nuk e kanë të qartë dhe kur nuk do ta mësojnë. Ato që kur nuk arritën të mbarojnë shkollat e mesme në kohë dhe kur nuk arritën të marrin një diplomë legale të fakultetit, sepse dalin para jush dhe gënjejnë publikisht, thonë po, edhe shqiptarët në buxhetin e vendit i kanë 25% të investimeve kapitale. Unë me ironi u kam thënë më herët, u përsëris edhe sot, 25% në 450 milion euro janë jo më pak se 130 milion euro para publike që duhet të investohen në territoret shqiptare në Maqedoni. Ju lutem,
pyetni këto njerëz ku i kanë investu dhe a janë duke investu këto para atje ku jetojnë shqiptarët dhe të përfundojnë të rejnë dhe të mashtrojnë veten dhe të manipulojnë juve. Këto nuk arrin dot as 2% të marrin nga këto para që neve realisht në atakojmë në bazë të numrit të popullsisë. Jo rastësisht, përmendin numrin 130 milion. Është pikrisht ajo që ne si grupi ekonomistëve të RDK-s kemi argumentu se buxheti i vitit 2012 në nivel të vendit është buxhet manipulativ, është buxheti gënjeshtrës së radhës, dhe është buxhet që nuk ka gjasa reale të realizohet. Dhe prandaj, njeriu më negativ për shqiptarët, që është Ministri i Financave, aktualisht, Stavrevski, së bashku me shokun e tij dhe gjithashtu albanofobin më të madh, Gruevskin, kanë vendosur që të pranojnë argumentet tona, të prezantuara nëpërmjet profesorit Zeqirit, dhe ta bëjnë ribalansin e parë të buxhetit, dhe ta zvoglojnë këtë buxhet tash pikrisht për 130 milion euro. Pse? Sepse matematikat e projektimit i kishin të gabuara, por nuk e dishin. Mbasi kaloi kuartali i parë, 3 mujor, tashmë e kanë të qartë, dhe kush do e poson nga zvoglimi i këtyre 130 milion euro. Përsëri ne do ta posojmë, të nderuar antar dhe simpatizant të RDK-s. Dhe ajo 2% që dikush e paraqet si 25%, ndoshta do zhbëhet dhe do ngel 1% ose 0.5%. Beteja për parat tona në arkën e përbashkët të shtetit është beteja kryesore, jo vetëm ekonomike, po edhe politike. Nëse nuk ke para, ti atëherë nuk mund të investosh në rrugë, në ujësjelsa, në shkolla, nuk mund t'japish kredit të buta biznismenve, stipendione studentëve, thjesht ti do jesh fukara, jo vetëm në xhep, por bëhesh me kohë fukara edhe në kokë. Dhe kuptonja, oferta politike e kësaj qeverie dhe këtyre patriotave në thojza që zbritën në 2001 dhe lanë emigracionin që të na ofrojnë lirin dhe të na bëjnë popull legal, është pikrisht kjo. Ne vazhdojmë të jemi popull i ndaluar. Dhe këtë e them, ne keqardhje se duke ardhur në fshatin tuaj, shoft një rrugë ku shënon mbi shkrimi rruga e UÇK-s. Mirë po unë ju them të gjithë juve, urdhnoni nëse banoni në atë lagje, më tregoni në letra njoftimet tuaja, në pasosha tuaj, cili emërtimi rrugës figuron. Nuk ka rrugë në Maqedoni që e ka emrin UÇK. Unë do kisha dash të ketë, jam për atë, po jam kundër manipulimeve që këto njerëz vazhdojnë t'i bëjnë. Si me këtë emërtim që është vetëm lokal, njëjtë edhe me emërtimet që nuk arrin dot t'i bëjnë. As në komunën e Çajirit, njëjtë siç nuk arrin t'i bëjnë, as në komunën e Gostivarit, siç nuk arrin dot të vendojmë legalisht bustet e dëshmorëve tonë, herojve tonë, në qytetet tona, sepse në fshatra atyre nuk u bëhet problem. Pse? Sepse këto njerëz kanë rënë dakord që të ketë një parim i badinterit dhe ne duhet të kërkojmë pëlqimin e maqedonëve që në vendbanimet tona emërtimet e shesheve, institucioneve, bulevardeve të kenë emrat e personaliteteve që kanë sakrifiku jetën e tyre për të ardhmen tonë. Ato janë pikrisht rilindasit tonë. Dhe këto njerëz vazhdojnë edhe më tutje të manipulojnë veten dhe të manipulojnë edhe juve.
Unë dëshiroj të u informoj sepse të ne ka nevoj të rikujtohen çështjet. Është një historie e suksesshme në Gostivar, jo për atë se unë e udhëheq komunën, në kuptim të RDK-s, po kjo historie tashmë ka kalu kufit e Maqedonisë. Unë mora një komunë me borxhe 11.500.000 euro, arritëm të paguajmë 6 milion euro, të falimentojmë një kompani me 3 milion euro borxhe dhe 2 milion e gjysë euro, ti prolongojmë për t'i paguar brenda viteve të radhës që janë borxhe të ndërmarrjes publike. Kishim një buxhet prej 3 milion e gjysë euro, sot kemi një buxhet prej 7 milion euro, kemi bërë 5 milion euro investime për 3 vite, vetëm si vjetë do bëjmë edhe 5 milion tjera investime. Dhe krit këto suksese që maten me numra, na kanë bërë që t'jemi pa diskutim komuna më e suksesshme në Maqedoni dhe më gjërë, dhe të pranohemi si model, si komunë reformatore në nivel jo vetëm të Maqedonisë, po edhe më lartë. Jo rastësisht kam qenë shpesh i ftuar si kryetar komune në forume nga më të ndryshme, si Crans Montana, Kuvajti, Opatia, Turqia dhe së fundi. Do jem prezent në një manifestim ndërkombëtar për të marrë një shpërblim nga Unioni Evropian në Dublin të Irlandës për një nga njerëzit më reformator, për të menaxhu me sukses dhe me nder një institucion që ishte me borxhe ngjajshëm si Greqia dhe që sot rikthehet si institucion shumë i suksesshëm. Dhe këtë ka nevoj t'u apërsëris juve që t'u atregoni të tjerve, të cilët, kur ne bëjmë rrugë në vlerë për 1 milion euro forin që granë të mqevisht, ato gënjejnë na për kafene dhe qajtore, duke u mburur se ato me policin dhe me shtetin do të ndalin këtë investim, sepse ne e bëjmë. Kjo logjik makabër, kjo logjik destruktive, duhet të përfundon, sepse rrugët, shkollat, kanalizimet, ujëselsat, punët janë të mira si kush cilës parti politike i takon. Këtu a them se nëse njeriu din, nëse e ka një jetin e qartë dhe të ndershëm, pavarësisht nga blokadat komplete që mund t'ja bën shteti dhe qeveria, si në rastin ton, rezultatet vinë, sepse ne nuk u zgjodhëm dhe nuk morëm mandat për të vjedh nga parate popullit, po përkundrazi që të kryojmë fonde nga brenda dhe nga jashtë, që këto t'ja kthejmë popullit ton si të mira publike, t'ja kthejmë dhe të përmirësojmë jetën e milletit ton. Është një dallim i madh ndërmjet nesh dhe atyre, po edhe ato janë njerëzit ton, duke qenë të tillë. Unë dalë ke ideja e dytë e rilindjes demokratike që ishte ofertë e përditshme për konkurentët ton që ne nuk i llogarisim armiq, si na llogarisin ato neve. Ne edhe atëherë, edhe tash, u thoshim të bëhemi bashkë këtë që e përmend Shnaziu, të bëhemi bashkë me deputetët tonë në parlament dhe të kushtëzojmë Maqedonët, që ato mos jenë në gjendje të bëjnë qeverinë. Dhe t'i kushtëzojmë me ditë çështje që janë të thjeshta në shikim të parë, po janë shumë me rëndësi që ne dalim nga ky kolaps i rand ekonomik dhe social, me çështjen e pareve të buxhetit dhe me çështjen e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Edhe atëherë, edhe sot, u them publikisht,
di deputetët tonë do të ofrohen pa u kërku asgjë. Duke e bërë këtë shumicë shqiptare, që janë 24 deputet, me automatizëm bie qeveria e Nikola Gruevskit në parlament. Nuk ka nevojë të shkohet në zgjedhje të reja. Bie duke i kushtëzu të marrin 25% që janë para tona dhe të mos kemi to probleme që i kemi, dhe dita që ndonjëherë është më e madhe se e para, që të zgjidhet problemi i Maqedonisë me Greqinë për çështjen e emrit dhe vendi të hyjë në NATO dhe të përparon procesi i integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe pyetni këto njerëz që din të lavdrohen shumë, edhe ato integrimin e vendit e kanë çështjen kryesore. Bile i kanë di ministra që punojnë për integrimin në NATO dhe në Unionin Evropian. Dhe nëse u thuani, hajde urnoni dëshmonja këtë qëndrim tuaj politik dhe programor se e keni seriozisht me kushtëzimin që duhet t'ja boni Gruevskit dhe Vëmëros, ato tërhiqen. Ato tërhiqen dhe do të vazhdojnë me rrenën e radhës, se gjoja shtu kërkoka Amerika, Evropa e ku ta dim shka. Të nderuar antar të RDK-s, duhet definitivisht të bëheni qenje politike dhe të dalloni shapin nga sheqeri, ditën nga nata, njerëzit e vërtet nga manipulantët. Politika është një aktivitet konkret, si çdo punë konkrete. Vlerësoni njerëzit, jo në bazë të thënmeve, po në bazë të bëmeve, jo çka thuajnë, po si veprojnë, dhe në veçanti këto veprime të tyre matni në situata delikate. Janë këto njerëz që në ditën kur ndodhi krimi në Gostivar, kur një kriminal antar policie ekzekutoi di shqiptar, nuk e pan të ullës as të shkojnë të shprejnë ngushëllime, bëshin probleme nga më të ndryshme në organizimin e një proteste që ishte domosdoshme kundër një krimi që ishte ngjajshëm në 97-ën dhe që më pas në intervistat e tyre në për televizione dilshin dhe ipshin komente se ai krim ka mund të evitohet nëse kalimtarët e rastit do kishin ndërhy dhe nuk do kishin lënë kriminelin që ti ekzekuton di shqiptarët. Këto janë njerëz që sot ju përfaqësojnë. Të nderuar antar të Rilindjes Demokratike Kombëtare, këto janë njerëz që nuk kishin guxim të kërkojnë dorëheqje të zëdhënësit të policisë, të ministreshës së policisë dhe që sillen sot sikur nuk ka ndodhur asgjë. Edhe kur ekzekutohen shqiptarët, edhe kur rihen nxënësit tonë, edhe kur vjedhen para tona, dhe këto njerëz sillen në mënyrë shumë komode dhe çka bëjnë? Paguajnë agjencione të cilët u shpallin rejtingje shumë të larta, si rejtingu i fundit, dhe thonë ne do fitojmë sërish edhe në zgjedhjet e radhës. Dhe ju lutem, ka ardhur koha që duhet t'i parashtronim një pyetje vetes tuaj. A do duhet edhe më tutje ju dhe ne të tolerojmë njerëz të cilët kur ofroni kartën e unitetit, bashkëpunimit, ato e bëjnë të kundërtën, kur u thoni pse kur kjo parti maqedonase nuk don të integrohet në NATO dhe në Unionin Evropian, nuk e lëshoni qeverin, kur u thoni se hajdeni atë ideal kombëtar që ju e bartët në 2001 dhe më herët, ta bëjmë vepër konkrete, ato të rriqen dhe thonë, kështu e kërkon konjunktura ndërkombëtare. Ato sot flasin me gjuhën me cilën dikur folte PPD-ja, PDSH-ja
kur ishin në qeveri. Dhe unë them se ju duhet të keni dije të mjaftuar t'i dalloni këto njerëz të cilët në esens sot nuk kanë asgjë të përbashkët me atë që ka qenë ideal i rilindasve tonë dhe që ka qenë ideal i ushtarëve tonë në luftrat e reja dhe të vjetra, pavarësisht se kush i ka udhëheq. Është koha që ne duhet të kthjellohemi dhe çështjet i shohim drejt. Unë, për mos e zgjatu, dëshiroj edhe një herë t'u bindi se ne në politikë nuk u futëm që të bëjmë karrierë politike. I bëm të çështje shumë herët. Ne u futëm në politikë se ishte që çështja jonë kombëtare ta marrë të drejtën. Unë e di se ju në komunën tuaj jeni në pozitë shumë të vështirë në krahasim me komuna tjera për hir të një dështimi në përfaqësim në nivel komunal dhe qendror. Si të shpjegohet fenomeni që edhe pse janë në qeveri, ja 3 vite komunat e tyre i kanë llogaritë bllokuara. Në qeveri janë dhe nuk arrin të bartin para komunave të veta, bëjnë investime dhe ato të presin shirita. A keni parë këto njerëz të presin shirita në nivel të qeverisë? Nuk ka. Çka bëjnë këto njerëz? Këto heshtin kur Gruevski me ekipën e vet ka investu në Shkup mbi 500 milion euro për të ndërtu kuaj, luana, maca, bustet të slavëve, të antikve, dhe këto nuk hapin gojë. Unë ju them se është koha e fundit që ju t'i shihni çështjet drejt dhe qeni të bindur se në rilindjen demokratike kombëtare dëgjeni atë parti e cila ka ide, e cila din të menaxhon, e cila kur është krizë për të gjithë propozon ligje që kriza të ndahet bashkërisht ndërmjet shtetit, ekonomisë dhe qytetarëve. Dhe këto propozime ishin të kësaj natyre nga deputeti jon, mirë po nuk u pranun nga qeveria. Pse? Sepse në dam të jetës tuaj, të shëndetit tuaj, të xhepave tuaj, këto mbledhin para dhe financojnë projekte sepse duan të ndrojnë identitetin e tyre. Jeni të bindur se ne, pavarësisht nga përkraje që do kemi, do vazhdojmë politikën ta menaxhojmë me dije dhe me nder, edhe nesër kur ne do jemi në politikë, do të takohemi sërish me ju në mënyrë normale, siç që takohemi sot. Uroj që ky eveniment të jetë një motiv shtesë, që ju t'i mbështetni dhe t'i fuqizoni radhët tuaja dhe të punoni edhe më shumë, sepse RDK-ja në komunën të tuaj do jetë me siguri forca kryesore politike në zgjedhjet e radhës, pavarësisht nga propagandën që mund ta përhapin, qofshin ato me ngjyrat blu ose ato me ngjyrat e kuqe. Sido që tjetë, rilindja demokratike kombëtare ka qenë dhe do jetë aspirat, po të punojmë që të bëhet edhe realitet i shqiptarëve të Maqedonisë. Antarësisë së RDK-s në Vrapçisht u drejtua dhe deputeti Izet Zeqiri, i cili mes tjera shteksoi që programi i RDK-s është përpiluar nga kryetari Rufi Osmani dhe ekspert të fushave të ndryshme, andaj është lehtë që ai program të mbrohet dhe të promovohet në parlament. Ne si rilindje demokratike kombëtare i referohemi një programi që e kemi shkruar. Nuk na kanë shkruar konsultantët, po e kemi shkruar vetë, kanë shkruar Rufi Osmani, kanë shkruar ekspertët, Fadili dhe shumë të tjerë, ekspertët e fushave të ndryshme dhe pikërisht unë si deputet në Parlamentin e Maqedonisë kam shumë lehtë të veproj dhe të argumentoj, të sinjalizoj për gjitha devijimet, të vënë në pa të gjitha diskriminimet që i bën popullit shqiptar, sepse ne i referohemi programit
i cili program na mundëson që ne të paraqesim një politikë ndryshe, një qeverisje ndryshe që kërkon RDK-ja në Republikën e Maqedonisë. Dhe ato që është ndryshe, ne mundohemi edhe në parlament ta prezentojmë. Ne si përfaqësues të RDK-s në parlament shumë shpejt u adaptuam, e kuptuam misionin tonë, e kuptuam përgjegjësinë që e kemi dhe ne si Rilindje Demokratike Kombëtare në raportet e parlamentit jemi numër 1. Jemi numër 1 për punën që kemi bërë dhe për përfaqësimin që kemi bërë të partisë edhe të popullit që na ka dhënë besimin që ne të reprezentojmë atë në parlament. Unë u garantoj se ne dhe jemi dhe të vazhdojmë të jemi numër 1 edhe në raportet e ardhshme të parlamentit, me punën tonë, me angazhimin tonë, me propozimet tonë. Njerëzit më thuan se ti flet, atë që e flet ti në parlament, më duket se unë e them si qytetar. Po ashtu është se ne flasim me gjuhën e vojtjeve, gjuhën e problemeve që ka populli shqiptar dhe nuk devijojmë nga ajo që është interes i joni si shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Besoni se janë në hall pak në parlament partitë tjera si shqiptare dhe ato maqedone, duke marrë për bazë dinamikën dhe përkushtimin tonë që e kemi. Ne me shumë përgjithësi mund të themi se lexojmë çdo ligj, çdo dokument që vjen në parlament, sepse unë shpesh them edhe në biseda me deputetë të tjerë shqiptarë se në ligjin mbi kullosat që vijnë si propozim ka diskriminim të shqiptarëve. Edhe në në projekte tjera ligjore në Maqedoni. Unë nuk dëshiroj të zjas, ne tash jemi në vazhdën që mos jemi vetëm parti që kritikojmë, ne kemi një sër propozim ligjesh në procedurë parlamentare, sigurisht se Rilindja Demokratike Kombëtare do jetë partia që do të propozon më shumë projekte ligjore në parlament, sepse ato projekte ligjore rrjedhin pikërisht nga hallet, problemet dhe diskriminimet që u bën shqiptarëve në mënyrë institucionale, kështu që ne do të vazhdojmë, ato propozimet tona janë nga aspekti politik, janë nga aspekti kombëtar, por nuk duhet të përjashtojmë se pjesa dërmuese është edhe nga aspekti ekonomik, sepse ne si ekonomista, me plot përgjithësi themi se ekonomia është bastion rreth të cilave rrotullohen të gjitha çështjet tjera. Ne gjithë këto propozime në sferën e ekonomisë i bëjmë për një perspektivë ekonomike, për një barazi ekonomike, për një shpërndarje të barabartë të pushtetit dhe për një ekonomi të tregut të lirë ku do të hapet perspektiva dhe do të hapen vendet punës për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Pa dashur të zgjatur, ju falenderoj shumë për përkrajen, shumë për mbështetjen që na keni dhënë edhe në votime dhe ne do të mundohemi edhe në të ardhmen të reflektojmë profesionalizëm, kombëtarizëm në Parlamentin e Republikës Maqedonisë. Tubimin e përshëndetën edhe kryetarët e degëve të RDK-s në Gostivar dhe Tetov, Afrim Iljazi dhe Hamdi Saiti. Deri më tani Rilindja Demokratike Kombëtare ka themeluar degër në Gostivar, Tetov, Çajir, Kumanov, Likov dhe së fundmi në Vrapçisht. Brenda kësaj jave do të themelohet dega në Struk e më pas edhe në komunat tjera shqiptare. Në Gostivar, konstituimi në degëve është para përfundimit, kurse në rajonin më të gjerë të Tetovës në degët e RDK-s janë në vime sipër të konstituimit.